Për shembull, vjen jemi në 30 ditë. Se mujt hënur, ja janë 29, janë 30. E në 29 ditë, na dalë me këshirë mi honën, ne pafshmi, të nesëm në 30 e fillojnë agjerimin. Se shufmi, e plesojnë edhe një, i bona 30, e në 31 tani mo, ndash e patëm, i 31 s'ka, i bjen që 30 e pari, dita e parë tjetër, e mujt tjetër, ndash e patëm honën, mo ndash nuk e patëm, kjo do të mu agjeru. Por që dolëm në 29 ditë, dhe nuk e patëm. Edhe nesër, bismillah, kur që nesër, në mesin e ditës, erdhen lajmet, ose ai njeri që ka pas ka mujt me shku të gjykatësi, mi ka thu që oj, unë e posh hanën pram, s'ka mujt, ta kojnë zani, s'mund ku di. Arsye në një pranueshme. Edhe çka me bon, kur që nesën, ose në mesin e ditës, ose të nesërmen kur qelen, fillën dita e re, e 30-ta, kur që po shihet hana. E ta çka me bon? Hana po shihet, po i bjen që jemi në Ramazan. Si me vepru që të tani djetarët, kanë thonë, janë disa silën rreth një 4 mendimeve. E para për ty në thanë kështu, po qelbete, nëse njoni kanë ndjek qatë mendimin në medhebit Hambeli, që përmenda, që vajgjib, kur të është të dyshimt, vajgjib mja njësë edhe 30 në agjeru, 30 të mujtë Shaban. Disham pak temat pak të ronda, po kalojnë, inshallah, kalojnë. Edhe, nëse ndjek të mendim, nëse njoni del, e ndjek të mendim të medhebit Hambeli, atëherë të nesërmen, kur që ajo në vishagjeru shumë është, kur që nesër, e po honën, alhamdulillah, unë vishë të agjeru jam, në kom bo plan, për agjerim, mujtë Ramazani me agjeru, atëherë këtina, këtu se s'ko dy fjallë, se këti i pranohet kjo dit e agjerimit, të mujtë Ramazani dhe krypuna, e para. E dyta, kënë thonë se nëse është një njëri, por është të agjeru, se ka po pëzëm ka mesi ditës, u pohona, ky është të agjeru, për se ka bonjet, si ka ata i pori si vajgjib, por dishka po agjeroj vullnetarisht. E pora, po agjeroj vullnetarisht, ose po agjeroj me njetë. Në kuft, mujë Ramazani, letëm njihet dita para Ramazanit. Më skuft, si vullnetare. Këtina, në fakt, që ti njerit, shumica e djetarëve kanë thonë se këti nuk i pranohet si dit agjerimi kjo, si dit e mujit të Ramazanit, këti nuk i pranohet. Dhe, mi po normal, ka pak dy fjallë, po shumica kanë thonë që nuk i pranohet. Tjertë janë disa që ardhë me si ditës, dëk, asë s'ken bon jetë, asë kur gjohë, por problemi që s'ken hangër heqë. Asë nuk kanë hangër, asë nuk kanë pi, jenë që pak me bëne, se kanë folë sabahin, kanë flajtë edhe kur jenë që për shumë 12. Kur jenë që 12, tak lajmet i patën ose informacionet i erdhen se sët është po hona, a më kësë ka hangër, asë ka pi. Me që kë ka po hona, kë ka dita por Ramazanit, atëherë mu pëjanisi për agjeroj për mesit ditës. Aji? Pjanisi ta po agjeroj për mesit të ditës. Mirë po të këti mendimi, a mi u pranu ta si dit, ajo, Shafi'i thanë që nuk mujna me pranu si dit, se dohet mu bo njeti, kur? Natën. Disa tjerë thanë, jo, pranuhet edhe kjo. Pranuhet edhe kjo. Pastaj, po njoni për shembull u qun mesin e ditës. Por ka hangër kaftjallin, ka në ora 10 mëngjesit, ka hangër kaftjall. E ka ora 12, që atëherë u vërtëtu që kë ka hona, kë ka po hona e Ramazanit. Qka me bo që kë? A ban që kë, tash që ka hangër, pas ka hangër kaftjallin, me nis agjerimin prej mesit ditës. Edhe me nis prej mesit ditës, edhe m'ju llogarit si dit agjerimi. A ban kështu?
Pejt mesit ditës me janis, edhe ka hangër ka tjollin, edhe me janis mes ditës me agjeru, edhe me llogarit si agjem, edhe mes me pos nevoj me përserit mu heq. Në fakt që të djetarët, thanë fillimisht, që a me hesht, mos me ngron, mo, prej hangër me ngjesin, a me thonë të ashti, qërë, me se kam ngronën e me ngjesin, tash ndash ke Ramazan dasjone pi, rahi ushime dhe pijes, kështu, apo më nalë që ato, ke hangër se ke hangër, u e lojme si u pohona, kjo është e dyta e prejne. Pa tjetër mu dush me nalë vetën. Duhesh me nalë vetën, edhe simpas një grupi të djetarve, nëse e nëreq që ato njetin, me agjerën prej që ato i dhe në aksham, por që dit e ban kazo edhe i her tjetër mas Ramazanit krejt, beli disa të tjerë si Sheikhul Islami kanë thonë që s'ka nevojë me bon kazo këtë ditë hiç, edhe të nifet dita e parë Ramazanit e kryer. Pse kështu? Po do të me bon jetën në aksham? Po, thanë. Por me bon jetën në aksham, po njeriu punon sa ko dije. Neve dijas na ka ardhur që ka hi muji Ramazanit, por që ta se kum bon jetën në aksham. Për këtë arsye thanë, Sheikhul Islami ka ndjekur këtë mendim, ndoshta ma e arsyeshmja është me ndjek qatë mendimin. Edhe nalësh nuk hanë më, hangre sabohin, ama e more vesh që dita e porë Ramazanit, mos hanë, e llogarisi agjerim, por e ban kazallin, herë kjo është ma e sigurt. Por ka dietarë të ma që thanë edhe llogaritë si ditë. Mirë.